Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëdita të gjithëve. Jam një burr 44 vjeç dhe për shumë vite me radhë koha ime ka kaluar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Puna ime është në ndërtim. Bëj gjithçka nga suvatimet e deri tek shtrimi i pllakave. Është punë e rëndë, por paguhet mirë nëse di ta bësh ashtu siç duhet dhe nëse je njeri korrekt. Para disa kohësh mora një projekt të madh në një zonë mjaft të pasur jashtë Athinës. Për të mos bërë rrugë çdo ditë, vendosa të gjeja një dhomë me qira aty pranë. Nuk kisha nevojë për luks. Doja thjesht një dhomë dhe një banjo sa për të bërë një dush në darkë dhe për të fjetur, kaq. Përmes një miku tim, gjeta fiksa atë që kërkoja. Ishte një vilë shumë e madhe, e rrethuar me oborr dhe pemë, dhe pronarja kishte një dhomë me hyrje me vete në katin e parë që i jepte me qira. Ajo ishte greke dhe ishte 57 vjeçe. E që ditën e parë që e takova, e kuptoj e qartë se ishte nga ato gra që e kishin kaluar jetën në rehati. Ishte mbajtur shumë mirë, vishej me shije dhe shtëpia saj i ngjante një hoteli. Nga bisedat e para me tha se ishte e ndarë nga burri prej vitesh dhe se ai i kishte lënë mjaftueshëm pasuri për të mos e vrarë mendjen kurrë përpara kjo. E në atë vilë aq të madhe, ajo jetonte vetëm me djalin e saj, e ai ishte rreth 30 vjeç, por sinqerisht ishte shumë i llastuar. Gjatë gjithë kohës që unë jetoja aty, rrallë e shihja në shtëpi. Zgjohej nga ora 2 apo 3 e drekës. Merrte njërin nga makinat e shtrenjta që kishin në garazh dhe kthehej në mëngjes shumë herët. Për të jeta ishte vetëm nëpër kafene dhe e kalonte me shpenzimin nga lekët e nënës së tij. Dinamika në atë shtëpi ishte e çuditshme. Unë zgjohesha në orën 6 të mëngjesit, pija kafen shpejt e shpejt dhe dilja. Kthehesha rreth orës 7 të pasdites, i bër pes me pluhur dhe me llaç. Grekja ishte gjithmonë aty, ose duke u jitur lulet në oborr, ose duke lexuar diçka në verandën e saj të madhe. Në fillim, raporti ynë ishte shumë i ftohtë. Vetëm një mirëmëngjes dhe një mirëmbrëma kishim mes vete. Por, me kalimin e javëve, gjërat filluan të ndryshojnë. E kuptoja që asaj i bënte përshtypje fakti që unë isha aq i rregullt. Shpesh, kur unë kthehesha nga puna, e gjeja një pjatë me gatim të ngrohtë të lënë mbi tavolinën e vogël para dhomës sime. Filloi të më pyeste se si më kishte shkuar dita. Filloi të më pyeste a isha lodhur apo nëse më duhej ndonjë gjë për dhomën. Një pasdite u ndeshëm në oborr, pikërisht kur djali i saj po dilte me atë makinën që i bënte shumë zhurmë. Ai djali iku dhe na la pas erën e gomave të djegur, aq i llastuar që ishte. Ajo e përsolli me shikim e mërzitur dhe pastaj u kthye nga unë. Ti punon nga mëngjesi në darkë për të ndërtuar jetën tënde, me tha ajo, ndërsa djali im nuk di as si nderohet një llampë.
kam rritur një njeri që di vetëm të prish gjëra, më tha ajo. E buri puzën në gaz, por verehej mërzia asaj. Unë nuk desha të ndërhyja shumë në punët e saja familjare, kështu që ju përgjegja thjesht. Njerëzit janë të ndryshëm, ne jemi mësuar me punë, nuk rrim dot pa bërë gjë. Ajo bosjeshi ledhe pas asaj dite, sjellja asaj ndaj meje u bë shumë e afërt. Sa herë që kthehesha vonë, ajo gjente ndonjë justifikim për të dalë në verandë. Ndonjëherë ishte e veshur shumë bukur, sikur priste mysafir, por unë e dija që askush tjetër nuk vinte në atë shtëpi përveç meje. Megjithatë, unë kisha rregullat e mia. Isha aty vetëm për të fituar lekun tim dhe nuk doja të ngatrohesha me pronaren e shtëpisë, sado e hapur që ajo po tregohej. Por erdhi një shtune, ishte në fund të muajit. Kisha marrë rrogën dhe duhej t'i paguaja qiran e dhomës. Bëra dush, u ndërrova dhe dola nga pjesa ime e shtëpisë për të shkuar tek veranda e saj. Ora pothuajse ishte duke shkuar 10 e darkës. E shtëpia ishte e rrethuar nga qetësia. Djali i saj, si zakonisht, e që nuk ishte habi, nuk ishte aty, kishte shkuar dikund. Ajo ishte ulur në një nga koltuqet e mëdha të verandës, e kishte veshur një fustan të lehtë me ndafshi dhe ishte i shkurtër deri mbi gjunjë. Kishte edhe një shishe me lëng frutash në tavolinë përpara saj. E dritat ishin shumë të ulta. Jo ofrova dhe i thash, me falë që të shqetësoj në këtë orë, por doja t'i lija lekët i qiras për këtë muaj. I nxora parat nga xhepi dhe ja lash mbi cepin e tavolinës së xhamit. E ajo as që i hodhi sy tek lekët. Nuk kishe pse, tha ajo, s'kishe pse të nguteshe. Ke kohë kur t'i lesh, e zëri i saj ishte krejtësisht i ulët. Kisha gjithë natën përpara, ulu pak e nuk ke pse iken me një herë tek ajo dhoma jote e vogël, me thoshte ajo. Puna me kishte lodhur vërtet atë ditë, por nuk kisha asnjë plan tjetër, kështu që ula në koltukun përballë saj. Nisi të fliste me një sinqeritet që nuk e kisha dëgjuar më parë nga ajo, e më foli edhe për rininë e saj, e për kohën kur ishte martuar dhe se si kishin krijuar gjithat pasuri. Por mënyra se si fliste nuk ishte për të mburur, ishte me shumë një ankesë. A shikon këtë vil, me tha duke treguar me dorë nga shtëpia e madhe. Të gjithë ata që e shohin nga rruga, mendojnë se këtu brenda ka një jetë perfekte, por ti e shet e vërtetën. Burri im iku, djali im vjen vetëm kur do lek, dhe unë mbetem e mbyllur këtu me gjithë këto gjëra të shtrenjta, por pa asnjë njeri për të shkëmbyer dy fjalë. Pasuria me tha nuk i zgjedh të gjitha. E ndonjëherë i thash, një dhomë e vogël është më e ngrohtë nëse di se çfarë të bën të ndihesh mirë. Ajo më shikoi me vëmendje kur ja thash këtë fjalë. Ti kthehesh çdo darkë i lodhur, e shoh se si ecën kur futesh në oborr, më tha ajo. Por ti ke një qëllim, ndërsa unë zgjohem çdo mëngjes dhe nuk kam asnjë qëllim e nuk di çfarë të bëj me veten. Nuk e shtyj dot me kohën vetem, e nuk e mbush dot këtë shtëpi me asgjë. Kishim shumë emocione në atë moment. Situata ishte shumë e qartë. Unë isha një burr shqiptar, 44 vjeç, në shtëpinë e një gruaje greke, 57 vjeçe, që kishte gjithçka materialisht, por që në ato momente kërkonte thjesht praninë e një burri të vërtet.
S'kishte asnjë lidhje me qiran apo me faktin që unë po punoja në ndërtim. Ajo ndaloi se foluri dhe priste reagimin tim. Në atë verandë të heshtur, me gjithat atmosferë që ishte krijuar, fjalët e saj ishin një ftesë e hapur. Unë nuk kisha pse të flisja as për jetën e as për gjëra koti, e unë ngrita nga koltuku im. Shkova dhe u mbajta te koltuku i saj me të dyja duart, e i përkullur përpara. Si bëra asnjë analizë dhe as nuk i thash ndonjë përgjigje filozofike për vetminë e saj, por përgjigjen ja ktheva me një vepër shumë interesante. Jo ofrova dhe e putha direkt në buzë. E me të vërtet që ajo pranoi me njëherë, dhe filloi të me puthte edhe ajo me të njëjtën dëshirë që ndoshta ajo e kishte mbajtur të fshehur gjatë gjithë atyre kohëve që më shihte te koborri i shtëpisë së saj. U puthem një 2-3 herë aty tek veranda, e pastaj u futem tek shtëpia saj e madhe. Ajo este përpara, me kishte kapur dorën dhe me tërhiqte ngadalë, e unë po qëndroja mbrapa saj. Me njëherë shkuam në kuzhinë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.